pse ka fitu vota, për me kriju një narracioni që mediat, njerëz mos me e diskutu vjedhjen e votave përmes konsulatave. Shiko, me gjithat, të është një përzirje e çuditshme, dhe më thonë e votimin, po nëse flasëm, Faton Peci besoj që është votu për shkak që ka qenë ministri më i mirë në qeverinë Kurd. S'pas teje. Po, unë po flas në amën tanë, bre, ti... Me sta të e koma, vëtëm. Jo, po djetë, unë flas në amën kërkuj. As në amën djallit tem s'flas, veç në amën tem flas. Kështu që, domethënë, ka për mendimin tim, ato ju këmë bo ftesë simpatizantëve të vendosjes, që mos më i votu ministrat të cilët kanë dështu. Kanë pos dështimit 100%. Po me gjithat ata kanë kriteret të ndryshme. Për shembull, Albolinën, me qenë se rasin të e pyet pse ke votu Albolinën, a këmë votu se kanë mbrojt këto Albin Kurtin, kër e ka sulmu e Mërgim Lushtaku. Kjo ka qenë arsye. Ata ka dorë talë me të muje, se që të ke shpinën. Edhe për Armendin, për shembull, atëherë, në herën e parë, kër pyetësha për Armendin, thushin, ka qenë i mirë në debate, dhe më thonë. Tash kër pyetësha pse Armendin e ka mbrojt Albin Kurtin. Okej, dhe më thonë që kjo është mendimi njerëzve që i ka dhe. Po, për Fatonin, të gjithë, dhe më thonë, deklarimi që ministri më i mirë. Ministri më i mirë. Pse? Dhe shikoni rezultatet. Se tash ju po krijoni një skandal, pse ja ka dhonë dikuj 100.000 euro, nashta që s'dosh me ja dhonë, se dia doshta s'dosh me ja dhonë, po, dhe më thonë, kur të marsh në tërsi, dhe më thonë, kur prodhimtaria drithrave u rrit progresivisht, pe i vitit parë dhe në vitit 4 qeverisit, dhe më thonë, që ato motën rezultatet e ministrit. Mirë, statistikat e 2016 ato. I kena përgjegjështru... Po, që po do me thonë që i kena përgjegjështru me Faton Pecin këtu. Po. Pra, bashkë për 2014 kështë pas... Ato nuk e më argumente, mos u kohë. Për që ministria ka falsifiku. Faton Peci ka gënyu, ministri. Ka gënyu. Ka gënyu për përremtarin e drithrave këtë. I ki statistikat në website të Ministrisë Bujqësisë, raportet, i gjenë që aty i krahason me qito edhe she që ka... Unë një dhe dy njerë që menojnë njëtë si një gjë, që Faton Peci ka qenë ministri më i mirë. Është fitore Patsolli edhe Naim Horoglic, sa këshilltarit tina. Se dëti kanë mund nga 100.000 euro. Edhe një doj, diku në... Edhe doj e fitore, s'poj treti. Mos harrojmë dojen, se do dojen se ka ro mirë. Unë s'ka mora sin cent. U asta si kinë morë, po tham që ta tre... Jo, veç këro viktime propagandës tip, për që ta si nuk e morë. Se nuk e thamë ato. Ministri ma i mirë, kënë qëtë ministri ki, ma shumë... Cili ma i mirë, pra, cili ma i mirë? S'ka të mirë, asnjë nuk është të mirë. Njone do të me konë ma i mirë, asnjone. Që shkonë ma i mirë, ishim bëllë knaqon, ishkonë mi përvendi. Cili është ma i mirë, për ty së asnjone. Cili më do me da një, Rozeta, top skandale, Liburni, me skandale, Peci, me skandale korruptive. Njone po të kalzon, njeri ka fituen 132.586 vota. Mos për jo i ikna ka. Ka fitu ma Te Ministria e Ajula Qekut, marrin fondacione, oje qëtë që ajë drejton realisht, de facto. Se cili është maj korruptu se qëtë Oneq. Azdren. Me pas ministrët mirë, i kësha thonë, sa është mirë për vendi, po s'ka Oneq. Që ki problemi jo. Këtyne. Full hajna, full korruptum, po propagandën e bëjnë mirë. Në qëtë propagandë kera pa. Azdreni hera nuk ka marrë vota. 144.000 vota. Okej, qatë? E 16, pra nuk i ka ma shumë, edhe i shkon mirë Faton Pecin me testu sa vota i ka me garu një herë vetë. Do me thonë, që ajo euforia me miun edhe elefondin që e dridhurën, nashtë do mirë mi po... me gjithat u kondisme një që edhe të ajo që mune me thonë netë, që është e vërtet, pro fakti që edhe njëherë ato të rëdhës, fakti që ka dalë Faton Peci me 130.000 vota, ose Donika Gërvala me 111.000 vota, edhe fakti që lista Guxo i ka 6 deputet, alternativa 7-8, pra kjo të regon që koalicioni ka funksionu edhe këta e në të rëndësishëm për, pra nuk e njerës pa rëndësishëm të Albin Kurti tashmo. Amo,
Nuk mune me se pat një farë përpjekje me krahasu ta qyre Peci ka marrë ka vota ma shumë se Abdi Gjiku. Abdi Gjiku ka marrë një parti me 10%. Që ta Abdi Gjikun atë numër sa konë faturë. Tradicionalisht ka marrë vota Abdi Gjiku. Donika Gërvolla vetë zgjedhje, pra. Si do parti tjera që s'mund Të gjitha kanë qenë kratë, 110 kandidat kanë qenë kratë të Albin Kurtit. A mo, pse s'dolin vetë zgjedhje, pra? Donika dhe Fatën Peci. E le ta gjojnë 130 Kjo pyetje mundet me bëse cëllë, ta 110 kandidat e voton dikush Fatunin edhe Donikën ose që e shkryin Garmozin të e mbrojt Albin Kurtin, çashtu që shtohet për Po hanë edhe ka tjerë të kanë mbrojt, nuk e kanë mbrojt veç aj, e kanë mbrojt 400.000 vete e kanë mbrojt. Kanë rënë sy ma shumë, Beneq. Unë? Kanë rënë sy ma shumë, Donika Gërvolla tanë kohë, në kohën e ekspozune, se o konë ministre e jashtme. Po pse më të i ki që Rozeta në fund listës aty? Se ka marrë votat si Faton Peci, kjo në konë partit të Albin Kurtit. Ditja ka posë rëndësi që do që e Po, thashtë. në rënditjo po, rënditjo që aty e në konë. Profil që delegohet me njerëz në për studio dhe fyne ofendon së Fatën Peci. Rozeta i Edhe ajo është verim. Jo, Fatën Peci të profil. Nalo. Paga shumë se nuk duhet. Ska narracion, ska fjallor, maksimumi që kërë me kërë. Jo, dhe në regullë kjo, po kështu shumë E ka ofendu njerëz, ka rajt për njerëz. E ka përdur profilin e vend Facebook të rajt, të lëshu rana, për me rrit vetën që na vetëvendosjes. E në fund, zyrtarisht është lista guxë. Po mirë të s'ka rëndësia e tash, ase e ka ditë mu bon në Po launës. ati Hallalikovës, ato këtë e registrojnë, edhe që na melojnë ato shumë mirë, ato shkojnë, registrojnë. Ajo është djali guxim shumë. Kush? Fatoni. Jo, për që se guximi, këta për me rajt edhe me full. Nuk e në tomë. Haçamet këta e kanë, apo dënë. Hallalikovës e ekranë mëroti, ka për guxim, ju ka thonë Veteranëve veteranëve mercenore, ka thonë ma mirë të kishëm angazhu mercenor për me kry luftën në vend të QK-s, atin për qëse guximi, Hallalikovës, unë se kam si guximi. Ati shumë listat tjera, pra të listën e PDK-s. Ne, që po që me vota. Jo, të PDK-s, pra shkoj me renditit. PDK-s, pra Bedri Hamza, 171.000 vota pra i ka Bedri Hamza. Memli Krasniqi, Urani Ismaili, Vlora Qitaku, Sala Eshari, Enver Hoxha, i përparim Gruda, Ganimete Musliu, Najt Hasani, Jakub Nura, Rahman Rama, Artan Behrami, Mirgim Lushtaku, Elmiri Qica, Ferat Shala, Blirta Deliu Kodra, Fadil Demaku, Altin Krasniqi, Gjevahir Geci, Abelar Tahiri, Ariana Musliu Shoshi, Eliza Hoxha, Arbnore Salihu, Kosovare, Murseli. Pra 24 deputat e Partisë Demokratike të Kosovës. Këta janë pra grupi parlamentar i ri, nuk ka kalu Hysen Berisha, Ardian Kastrati, pra që ka qenë Gjavit Haliti, për herë parë nuk duhet të jetë në guvern. Hajdar Beqa, jo? Hajdar Beqa, Bekim Haxhiu. Do më thonë përfundimisht Bekim Haxhiu s'ka kalua? Jo. Se nuk e Bekim vrejta. shkalu, po kjo e ka qitë Kuota gjinore gjinore, ka qenë. Po tash, kjo që Tash regullë kemi. Po. A Bekim